Nga Korça, ambasadori i BE-s Silvio Gonzato kërkoi miratimin e një reforme zgjedhore gjithëpërfshirëse që përbashkon të gjitha rekomandimet e bëra nga OSBE ODIHR. Teksa ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve për zgjedhjet e 11 majit, ambasadori Gonzato tha se qeveria i ka numrat për të ndërmarrë një reformë kaq të gjerë. Nuk e di nëse kanë dalë rekomandimet përfundimtare, por sigurisht që kanë parë rekomandimet paraprake. Ka pasur gjithashtu një deklarat shumë të qartë nga Brukseli dhe është një element që unë dua ta përmend. Është thelbësor për mua, siç e ka thënë dhe përfaqësuesja lart Kaja. Është koha që qeveria shqiptare, por edhe kuvendi, të miratojnë një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore, e cila të përfshijë të gjitha rekomandimet e dhëna në të shkuarën, por edhe tani nga OSBE ODIHR. Rezultati dhe përgjegjësia bie mbi qeverinë që të ndërmarrë hapa e të kryen këtë reformë kaq të gjerë, aq më tepër që i ka numrat. Nga ana tjetër, është edhe pritshmëria shqiptarëve duke qenë se Shqipëria ka ndërmarrë rrugtimin për t'u antarësuar në BE. Sa i takon standardit të zgjedhjeve të 11 majit, ambasadori Gonzato përmendi raportin e OSBE ODIHR duke vlerësuar punën mes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Prokurorisë së Posaçme. Në raport me atë çfarë patëm, kemi një raport të OSBE ODIHR që pasqyron se si kanë qenë këto zgjedhje, ndërkohë që ka njohur standardet. Administrimi i zgjedhjeve është përgëzuar nga raporti i OSBE ODIHR, ndërsa përmenden edhe çështje si përdorimi i burimeve publike. Ndaj e ritheksoj se kjo duhet trajtuar nëpërmjet një reforme gjithëpërfshirëse në të ardhmen. Dua të vlerësoj Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për punën që ka bërë, Prokurorinë e Përgjithshme, SPAK-un. Mund të them se ka qenë një bashkëpunim ekzemplar. Për qëndrimet e opozitës për mosnjohjen e zgjedhjeve, Silvio Gonzato tha se nëse opozita mendon se ka pasur parregullsi, le t'i raportojë tek organet përkatëse që administrojnë zgjedhjet. Çdo parti që mendon apo ndjen se ka pasur parregullsi, patjetër, le t'i raportojë ato e të ankohet tek organet përkatëse që administrojnë zgjedhjet. Kjo është mënyra se si duhet të shkojnë gjërat. Të dyja partitë kanë shprehur shpeshherë për kushtimin e tyre ndaj procesit të antarësimit dhe përpjekjeve të Shqipërisë për të shkuar drejt BE-s. Do të punojmë realisht në këtë drejtim. Vizita e ambasadorit Gonzato në Korçë u zhvillua në kuadër të aktiviteteve për Javën e Europës.